Përshëndetje të gjithë shikues të emisionit Anër, me mua Guxon Shalën. Gjendem pikërisht në Zagreb. Në Zagreb, afër meje kam një ish deputete, po ashtu juriste, nuk je ish juriste, po juriste. Jo, juriste. Ermina Lekaj Parlaskaj. Faleminderit që na hapet dyrë, që ke hap shqiptarëve gjithmonë. Faleminderit që keni ardhur me na vizitu, kështu që jeni të mirë se ardhën. Ermina, çu po je si jeta në fakt në përgjithësi në Zagreb, Kroaci? Po, unë mund të them që Kroacia, Zagrebi edhe qytetet tjera janë vende të bukura dhe çdo kush që jeton këtu e ka një jetë të lumtur sepse i kemi dy kultura, një të Perëndimit, një të Ballkanit dhe mund ta shihni edhe nëpërmjet këtyre objekteve këtu, ndërtesave dhe këtij parku të bukur sepse këtu jemi në Zrinjevac për momentin. Jam e punësuar Ministri Punëve të Jashtme të Kroacisë, ku jam këshilltare e posaçme e Ministrit të Punëve të Jashtme, e kam këtu afër, kështu që çdo ditë vi në këtë park dhe e ka atë bukurinë e vetë dhe qetësinë shpirtërore. Është e vështirë me konë pjesë politike, Ermina? Po, çdo punë i ka sfidat e veta dhe politika i ka ato sfidat e veta, ke rëmje dhe ngritje edhe në politikë. Mirë po, unë menoj që njeriu duhet të jetë me një qëndrim dhe nuk gëzon që ti ndron ato qëndrimet e veta dhe politikat. Natyrisht se në politikë çdo herë duhet edhe t'ju përshtatet njeriu edhe kohës, mirë po janë disa gjëra kruciale që duhet kemi kujdes edhe gjatë ndryshimeve që bëhen politikë. Dikur deputete, sot ish deputete, çka ka dallim mes kësaj? Po, është një dallim sepse atëherë ishte në Parlamentin Kroat dhe isha më shumë në ngjarje me popullin shqiptar, me komunitetin cilin e përfaqësojsha, kurse sot më shumë kam punë me institucionet shtetërore, sepse jam këshilltare e Ministrit për Kosovë, Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, kështu që në mënyrë institucionale është mund të them pak ma lehtë komunikimi, po në kohë të lirë prapë mirën me problemet e shqiptarëve cilët jetojnë këtu, sepse nuk kanë harru numrin e telefonit dhe thrasin shpesh. Po. Ti je një prej përfaqësuesve më të mirë të shqiptarëve. Një për shkak se ka shumë, po gjithmonë ju ke gjinë shqiptarëve. E bën pse e ke atë shpirtin e pasën, apo pse duhet për shkak se je në politikë? Jo, këtë e bëj për shkak të shpirtit tim të pasun se tha, dhe e ndjej veten si një mision që më unimu komunitetit tonë, sepse e di kur kam marrë viteve të 19 si studente, fakultetin juridik në Rijek, i di sfidat cilat i kam kalu dhe e shoh se çdo njeri prej nesh i kalon ato sfida dhe kjo më bën që t'ju ndihmoj sadopak t'ja u lehtësoj atë pjesë edhe pse çdo njeri prej nesh i kalon vetë, po kur janë ato kërkesat dhe avokatimi i tyre nëpër institucione, atëherë ndryshe i paraqesun e ndryshe i paraqesin ata dhe këtu e gjejmë një gjë të përbashkët. Është e vështirë në fakt politika në shtetin e huaj? Po, është e vështirë nëse nuk din të adaptohesh dhe t'jesh pjesë e politikës. Unë gjatë studimeve kam qenë anëtare e shoqatës shqiptarëve në qytetin e Rijekës, ku kam qenë aktive, pastaj pas një kohë edhe jam bë edhe kryetare e asaj bashkësie, ku e kam kuptuar se nëse ti nuk je pjesë e politikës, atëherë më pak mund që të përçohen mesazhet që kërkesat tona më pak mund të vlerësohen. Dhe kjo më ka shty bashkë me miqtë e mi, dashamirët e mi, që të angazhohemi më shumë dhe të lobojmë më shumë, t'i bindim, t'i vedizojmë shqiptarë që jetojnë këtu, se ne duhet kemi përfaqësuesin tonë në Parlamentin Kroat, një gjë që e arritëm vitin 2015, pra edhe pra me ka pas tentime, prova, kandidimet ndryshme, që shqiptari tjetë në Parlamentin Kroat, mirë po nuk ja kemi arrit, kurse në 2015 në bazë të vedisimit të shqiptarëve kemi arrit që ta kemi deputetin e parë shqiptar, sepse ne i tekojmë një grupi që quhet ex-Jugoslavia, ku përfshihen bosnjakët, shqiptarët, maqedonë, slovenë dhe malazest,
Falemina që po të më prej, po ulmi. Okej, faleminderit. Dhe, si që thash më herët, çdo herë kemi pas deputet bosnjak, cilët asnjëherë nuk janë marrë me komunitetin shqiptar, një gjë që po shihet tash mas 10 viteve, me ramjen time, njëjt bosnjaku nuk mirret ma me interesat e shqiptarve, mirë po prap unë mundohem nëpërmjet kanaleve dhe masi jam në ekzekutiv këtu, edhe duke I pas kolegë tjerë deputet kroat, nëpërmjet tyre që pak a shumë ta përgjojnë mesazhin e shqiptarëve. Në fakt, the pak e vështirë, a është ma e vështirë mi ambush mendjen shqiptarëve apo të huajve? Po, menoj që dy palëve është e vështirë mi ambush mendjen. Shumë shqiptarë, për shembull, që vinë këtu, janë integru në shoqërinë kroate dhe për fat keq janë asimilu. Kemi prap një grup tjetër shqiptarëve cilët e kanë më të vështirë integrimin e tyre. Tujt natyrisht që çdo herë të shohin pak a shumë me atë synin që je I ardhun. Kjo ka të bëjë me gjeneratën time që kemi ardhur vonë, mirë po menoj që fëmijët tanë që kanë lindë këtu prap e kanë një status tjetër dhe janë ma shumë të integruar, po problemi është tjetër që fëmijët tanë e kanë rrezikun e asimilimit. Dhe gjatë mandatit tim, edhe tash me bashkëpunim me shoqatat shqiptare këtu, punojmë në drejtim që mos na asimilohen fëmijët. Për shembull këtu e kemi mësimin plotësues gjuhës shqipe, I cili në mënyrë zyrtare për të parë herë është miratuar në vitin 2009 dhe është mbajtur në shkollën fillore e cili ende mohet, Nikola Tesla në Rijek. Dhe në bazë të atij vendimi që e kena marrë nga Ministria e Shkollës dhe Arsimit në Kroaci, janë hapë edhe 18 paralele ku mësohet mësimi plotësues në gjuhën shqipe. Por është edhe problem tjetër që shumë prind hezitojnë t'i sjellin fëmijët në mësimin plotësues sepse mendojnë se nëse fëmiu flet edhe shqipen, atëherë nuk ka mundësi ta mëson kroatishten më mirë, ose kanë arsyetim se fëmijët mirren me sporte, me aktivitete tjera dhe për atë arsye nuk kanë kohë që të marrin pjesë. Pra, krejt çka punojmë këtu ne me shoqata është që fëmijët tanë të bëjnë një hap të integrohen e mos të asimilohen në shoqëri. A kanë bë hap kur jemi sot duke fol? Po, kemi bë hap, mirë po prap çdo herë njeri duhet me qenë shumë I kënaqur me atë punë, duhet me kërku më shumë, mundet mu rrit numri I nxënësve, për shembull është shumë interesant në ishullin Cres ku për të parë herë do t'ja fillon mësimi plotësues në gjuhën shqipe, ku aktivistët e shoqatës shqiptarëve të Cresit kanë bë kërkesë dhe shpresoj se do të miratohet shpejt. Dhe ajo që ka shumë e rëndësishme është që gjitha këto na I financon shteti kroat nëpërmjet Ministrisë Arsimit. Pra nuk është prej buxhetit ton, po është prej buxhetit shtetit kroat dhe mendoj që është shumë e arsyeshme që prind ta shfrytëzojnë këtë drejt. Ky sukses po shihet edhe tani kohëve të fundit, sepse shumë biznese nga Kosova e Shqipëria janë duke u përqendruar në Kroaci dhe çdo herë kërkojnë punëtorë të cilët e dinë edhe gjuhën shqipe edhe gjuhën kroate dhe mund të them që kjo ju ka dhënë trive tonë një injekcion që edhe më shumë me mësu gjuhën e tyre, se e kanë vrejtë se gjuha shqipe është një gjuhë e cila mund të përdoret jo vetëm në Kosovë, Shqipëri dhe në Maqedoni, por edhe në Kroaci. Elmina, cila është pjesa më e vështirë? Ti je shqiptare në vend të huaj apo politikane në vend të huaj? Pjesa më e vështirë është menoj t'jesh s'pari shqiptare në vend të huaj, por edhe politikane t'jesh në vend të huaj,
sepse çdo herë duhesh ta kesh parasysh ato privilegjet që t'i jep shteti ku jeton, që mos të ngritesh kundër shtetit, por në moment kur e sheh se diçka shkon në dëm të komunitetit cilin e përfaqëson, natyrisht duhet të ngritur zërin, se prap nuk mund të heshtim. Kështu që nuk është bash e lehtë, është edhe njëra dhe tjetra. Çka të pengon përgjithësinë në Ballkan? Në Ballkan Po mendon... të pyes për shkak se ti gjithmonë je në politikë. Në Ballkan më pengon ajo pjesa ku mund të them popujt slaven, popullin shqiptar e shohin si një popull të klasës dytë, unë ashtu e përjetoj, dhe shpesh mendoj ndoshta edhe ne jemi vetë fajtor sepse nuk e kemi afirmu veten aq sa duhet dhe nuk kemi punu në atë drejtim. Pra pengon edhe pjesa e shqiptarëve ku nuk afirmohen, nuk e tregojnë veten se janë shumë më të shkallët, janë shumë më të aftë se sa paraqiten. Dhe mendoj që komuniteti shqiptar apo populli shqiptar kudo që është, duhet të jetë pak më agresiv, po mendoj agresiv pozitiv. Jo, apo agresiv na jep. Po, të jemi më agresiv në afirmimin e shqiptarëve. E si mund ta bëjmë këtë? Si thash më herët, të integrohemi në shoqëri, të shkollohemi, të mësojmë kulturën dhe traditën e popullit ku jetojmë, mirë po mos ta harrojmë kulturën dhe traditën e popullit tonë dhe ato të mundohemi të marrim më të mirën prej traditës tyne duke rujt traditën tonë. E di se është e vështirë kjo që po them, po aty mendoj që rolin kryesor e kanë nënat, cilat i sjellin fëmijët në jetë dhe bashkë me babat e tyre shkojnë jashtë shtetit tonë dhe mendoj që ato nëna mas pari duhet vetë të integrohen në shoqëri, të shkollohen, ta njoftojnë rrethin, kulturën, traditën, e pastaj të punojnë me fëmijët e tyre që fëmijët e tyre ta dinë, ta vlerësojnë kulturën dhe traditën e tyre, e jo vetëm të mesin në ato, vetëm mësimi i gjuhës, po ka shumë vlera tjera që duhet fëmijët të mësojnë prej vendit nga vijnë. Rina, gjithë këtyre viteve në politikë, në përgjithësi, çka është diçka që i bashkon shqiptarët? Çka ke mësuar mbi të gjitha që shqiptarët i bashkon diçka? Përveç festave. Përveç festave, shumë mirë e tha. Po, masi jam prej viteve të 90-ta këtu, shqiptarët shumë i ka bashku lufta advetare në Kroaci, ku një numër i madh i shqiptarëve edhe ka marrë pjesë në mbrojtjen e shtetit kroat. Mirë po edhe lufta në Kosovë shumë i ka bashku shqiptarët dhe mendoj që atëherë kanë qenë më së shumti të bashkuar shqiptarët, asnjëherë si atëherë s'kanë qenë, kurse tash prap bashkohemi në raste nëse shohim ndonjë rrezik, atëherë jemi këtu njëri për tjetrin, po në përgjithësi jemi unik, normal që edhe kemi disa përçamje, ka grupe interesesh që i shohin gjërat pak më ndryshe dhe pastaj që për t'i arrit intereseve të tyre mundohen me bë përçamje në shoqëri, çka është gjë specifike për shqiptarët edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, edhe në Shqipëri që po shihet me protesta, me këto çka po ndodh. Kjo, Ermina? Po se di çfarë sindromi kemi, a jemi mësu që çdo herë me qenë të shtypur dhe dikush me na nejt mbi kokë dhe pastaj ajo friga me na bë unik, edhe në moment kur se kemi atë frigë, atëherë harrojmë se kush jemi. Po në përgjithësi mendoj se rinia jonë do të jetë ajo që do të jetë më e vetëdijshme se prind tonë. Prind tonë. Po. Cila ka qenë pjesa më e vështirë në karrierë, zhvillimin e karrierës ose edhe kur je fut në karrierë? Ka pjesë të vështira. Kështu, në 2015 kur vi si deputete, natyrisht ka qenë edhe befasi edhe për mu, jo veç për gjithë shoqërinë këtu. Ka qenë një garë shumë e ashpër për votime këtu dhe në momentin kur arri në parlamentin kroat, do me thënë unë e kom njoft teorinë, strukturën, si juriste, si funksionon, mirë po kur jam fut mrena, atëherë kom pa se gjitha ato që i kam mësu duhet ndryshe t'jenë praktik
dhe prap kthehem te ajo që duhet mësomi të kemi një qëndrim, të jemi lojal aty ku jemi, do me thënë çdo gjë që mund të bëhet për të mirë të komunitetit apo pjesës që unë e përfaqësoj, mund të bëhet edhe me kompromise. Ndoshta ndonjëherë diçka s'm ka pëlqy, por është bëj kompromis, sepse ai kompromis ka sjell dobi komunitetit tim i cili më ka votu këtu, votuesve të mi, edhe ata që s'm kanë votu, se te unë ka qenë ajo që çdo shqiptar është i mirë se ardhëm dhe me çdo shqiptar duhet bashkëpunoj. Kështu që hapin e parë që e kam bë, e kam ftu kryetarin e Unionit Shqiptarëve dhe gjitha shoqatat dhe ju kam thënë se unë si person fizik nuk kam drejt të kem disa benefite, mirë po mund të shkojmë nëpërmjet shoqatave dhe kemi vendosur që kjo të shkon nëpërmjet Unionit Shqiptar, ku janë derdh lek dhe pastaj për 10 vjet janë ble 9 objekte. Po që janë pronat bashkësive shqiptare, cilët sot i gëzojnë dhe nuk ka nevojë të paguajnë qera. Kemi në çdo zonë këtu qarqeve ju thonë prefektura, do me thonë gjitha prefekturat janë përfshi, edhe pse kam pas edhe disa projekte për të ardhmen, mirë po për shkak një përçamje, thamë ashtu, mes komunitetit ton, edhe duke ju thonë që ju nuk jeni duke bërë gara mes veti, unë s'jam duke bërë garë mesin e shqiptarëve, po ne jemi të garu për mos me ardhë Bosnjaku, ka ndodhë kjo çka ka ndodhë, mirë po ajo është çdo gjë që mundet me ndodhë dhe është proces që është me ndodhë jo në këtë mandat apo në mandatin e ardhshëm. Dhe disa projekte kanë met gjysmë, po në të ardhmen do të shohim. Shpresoj se do të mushemi mend, do të vetëdijsohemi dhe prap do të shkojmë rrugës drejt ashtu siç kemi shku më herët. Do të shohim deputete një ditë prap? Po shpresoj që do të kandidoj dhe jam në kontakt me shumë shoqata të cilët ende e shohin ato që vetëm unë mund ta fitoj Bosnjakun, natyrisht që apetitet, ambicet janë si çdo kon, dhe vazhdojmë rrugën, vazhdojmë punën, me qëndrim, siç thash më herët që duhet ta kem dhe e maj njëjtin drejtim, njëjtin qëndrim, sikur deri me tani. Besoj e uroj të shohim prapë ato, për shkak se dikush i huaj nuk na përfaqëson më mirë se dikush. Është e natyrshme ajo, sepse edhe unë kur kam qenë përfaqësuese 5 pakicave, ndoshta edhe se jam femër pak më ashtu empati kam pas, prap edhe me pakica tjera kam bashkëpunu me pakicën bosnjake, maqedonase, malazeze dhe slovene. Ndoshta nuk i kanë pas gjitha privilegjet që i kanë pas shqiptarët të kun, mirë po edhe me ta kam bërë disa hapa, disa ndryshime. Anash si ke lanë? Anash asnjëherë si kam lanë, për shembull ka qenë që para ardhjes time si deputete, asnjëherë deputetët bosnjak nuk kanë ardhur te komuniteti shqiptar, nuk kanë pyet cilat janë nevojat e juaja, kurse unë e kam bërë të kundërtën. E kemi Srebrenicën, ku për të parën herë unë si shqiptare e organizoj komemoracionin në parlamentin kroat. Para me kanë qenë vetë bosnjakët dhe asnjëherë nuk kanë organizuar një gjë të tillë për gjenocidin që ka ndodhur në Bosnjë, në vendin e tyre. Do me thonë, pra po kthehem te ajo empatia ime si femër që duhet këto gjëra t'i shohim me sy tjetër. Pastaj njëjtë me komunitetin Maqedonas dhe Sloven, njëjtë disa projekte kanë kaluar nëpërmjet duarve të mia, edhe tani e shoh sipas informatave që kam, pasi që deputeti është bosnjak, vetëm në komuniteti bosnjak ka privilegje, këta tjerë kanë raport. Prandaj thash uroj që të shohim, edhe nuk e ndryshon mendjen me thonë që nuk du me konkuru si deputet, kështu se uroj që ta kesh gjithmonë këtë pjesë. Bitë gjitha këto viteve në politikë, që të mësoj politika? Politika mësoj që duhesh t'jesh më i fortë, duhesh t'jesh më i qëndrueshëm, natyrisht që në politikë e sheh
që ki sulme më së shumti prej njerëzve që ju ndihmon më së shumti. Dhe duhesh të jesh person i kompromiseve, sepse pa bërë kompromise nuk mund t'ja arrish qëllimin. Kur flasim për fjalën politik, gjithë e mendojnë që ti je politikan, patjetër duhesh të jesh po quaj kështu hajn, apo e vjedhje. Pse mendon e kemi fut? E di që kemi raste, po pse ndodh te kjo pjesë? Nuk do të thotë ti je politikane, ti je ashtu. Ka politikan shumë të mirë. Po vetë pe thu kur je fut politik, po duhet të pyet, kur je fut politik, sa ke pa që politika është gjë e bukur, po mendoj nuk është ashtu siç mendojnë njerëzit. Kur jam futur në politikë, unë kam kuptuar që politika është gjë e lodhshme mas pari. Mirë po kur ti punon me zemër të pastër, ndoshta edhe nuk është dashur shumë të punoj me zemër, po me tru, po mirë po prap kur nalem e kthej filmin mrapa, jam shumë krenare për ato që kam ba gjatë mandateve të mia, edhe pse disa munohen mja hum vlerën, mirë po ato koha do të tregon, edhe pse këto 2 viteve është duke e tregu koha këtë mangësi, po sa kemi hum. Mirë po prap thëmë që e ka atë bukurinë e vetë për arsye se ti punon e merë si një mision që je duke i ndihmu dikujt dhe që je zëri i dikujt tjetër, jo vetëm zëri yt, po edhe i tjerëve. Kështu që e ka një bukuri posaçme, po tham, nëse punon drejt, natyrisht, po. Pelo politiken, po largoj politiken pak, se unë e di se çdo ditë ti je me politikë, kështu se u fotëm këtë bisedën e politikës. Po. Ermina si vajzë, çu ka qenë kur ka qenë e vogël, e re? Po të kthejmë Prizren pak a shumë. E ke përjetu pak atë jetën e Prizrenit apo? Natyrisht. Unë e kam lindë në Prizren, aty e kam përfunduar shkollën fillore, shkollën e mesme. Si vajzë kam qenë zonëse e mirë, e zellshme, s'kam folë shumë. Edhe shpesh miqtë e mi të Prizrenit thonë, si është e mundur se ti mas paku ki folë aty, ke qenë, po, edhe je futur në politikë. Mirë po, prap thamë që s'duhet me folë shumë, po duhet me punu shumë për me arrit diçka. Prizrenin i kam kujtimet më të bukura të fëmijërisë që mundet mi pas dikush. Natyrisht ku shkoj në Prishtinë, pa shku në Prizren, duke se s'jam ka në Kosovë, dhe shkoj shpesh, më stam 5-6 herë në vit. Dhe edhe kur kam pa tjetër t'jem në Prishtinë, atëherë e shfrytëzoj rastin që shkoj tiki deri në Prizren, ta shoh Shadrvanin, ta shoh shtëpinë ku jetoj, e kështu me radhë. Unë e di që të merr malli për shtëpi ku ke jetu, në fakt, e vazhdon të jetosh kur të kthehesh ato. Kur vjen në vendin tash ku punon, jeton, çfarë të shkon mendja për pjesën e vendlindjes? Prizrenin e du shumë, edhe çdo herë e kam jo vetëm në zemër, po edhe në mendje si qytet, dhe çdo herë më shkon mendja se çka muj me ba ma mirë për Prizrenin, edhe pse nuk e kam pas rastin. Mirë po, gjatë mandatit tim si deputete, njëjt i kam pas sjell këtu kryetarin e Prizrenit, Haskukaj, te kryetari i Zagrebit, kemi pas fillu disa projekte të përbashkëta që Zagrebi ndihmu Prizrenit. Pra po them që Prizreni nuk është vetëm në zemrën time, po edhe në veprat e mia, kështu që Prizrenin e kam diçka të posaçme. Ke qenë zonëse mirë? Shembullore. Shembullore. Duhet me thonë pa hezitim, po kam qenë zonëse mirë. Gjitha 5? Gjitha 5. Asë një 4, 3, 2? Jo, vitë një herë e kam marrë një dysh. Vitë një dysh e kam marrë. Ku, në cilin janë? Jo, në pare në klasë, notën e pare e kam marrë dysh edhe ma kush se kam marrë. Pra ndaj sot je politik, me gjitha? Me gjitha, po. Kështu që shpesh bëjnë hajgare me mu këta të familjes, kur jap intervista, thonë pse nuk tregon atë dyshin që kur kjo arë në shtëpi, atëherë të kam thonë, po çysh është e mundshme ti me marrë dysh? Edhe për asaj dite ma s'ka marrë dysh. Se po mdove që ku s'dashur për herë të parë, edhe familjes për tregojmë që
ka marrë dysh. Po Jo, mendoj, e din familja, e din, po rreth i gjërë se din. Edhe ata mu më thonë, pse s'te tregon dyshin që Po tash për herë të parë po e tregon domos. publikisht me Nuk ka tregoj. nevojë më me thonë se Jo, s'po jo, tregon. jo. Tash ti kur ta ndëgjojnë këtë intervistë do ta shohin që dyshi ka qenë nota parë. Mirë po në fletore, jo në ditar. E të kuptomi. E mirë, e që ka edhe ma e Po, mirë. edhe më e mira se s'ka qenë ditar. Ke qenë si person që ke dalë? Apo ke qenë ai personi që shkollë, shtëpi, ke mësu? Po kam dalë, po na atëherë kemi pas ato zhurkat, që thojnë, zhurka ju thojshim, shkojshim u mbledhshim shoqënia në shkollë të mesme, se në shkollë fillore jo, u mbledhshim shoqënia në për zhurka, gitarën, pak vallëzojshim, u shoqënojshim, mirë po une s'kam pas shumë mundësi me dalë, sepse pushimet verore visha i bësha në Kroaci, kështu që u shkëputësha verës për shoqënisë për Zrenit, shtatoru kthesha. Që atë ka lidh me Kroaci? Ti shpjegojmë me shikuesit. Me Kroaci, babi në vitin 1970 e ka hapë një dyqan në Bregdet, edhe masanej na fëmija s'kemi pas tjetër rrugdalje veç me armë pushim të baba, edhe pse prap thamë fëmiria ma e bukur e jona e imja e vllazënit të mi është kjo, se dimnin e kina kalu në Kosovë, kurse verën e kina kalu në Kroaci, kurse në vitin 1990 unë i takoj asoj gjeneratës ku janë mbyllë shkolla, do me thënë kur e kam përfundu unë shkollën e mesme, gjenerata tjera kanë fillu me shku në shkolla private dhe masanej kam marrë në studime këtu bashkë për atë arsye, me menim se kam e nejtë 2-3 vjetë dhe kam u këthy në Kosovë, po që erdha këtu, ndoshta kthehem, nuk i dihet, po atit, po për momentin jo. I ke ndihmu babait në për... I kam ndihmu në argjentari, mas një moshë. E keni ende, apo? E kemi, po. E kemi ende, tash gjithë jetojmë aty, unë edhe 2 vllazërit e mi me familje jetojmë, kështu që jemi ba edhe këtu vendas. Vendas. Po, unë që 11 vjetë jam shpërngull, kam marrë në Zagreb, kështu se vikendeve shkoj atje, po. Gjithmonë jeta Po, ka është përplas dinamika me atë jetës pjesën që... me vazhdu me jetu në për vendet ndryshme, po mirë është, e ka bukurinë e vetë. Çka është motra për vllavën? A tham, vllau për motrën është e gjithë bota. Kështu që... E motra për vllavën? Apo e një? Duhet mi pyta ata. Po menoj se edhe ata njëjtë me Edhe ata për njëjtë? mu. Po. Çka të ka mësu të kesh, në fakt, ke pjesa e jetës të kesh vllaznin në krah? Po shumë kam mësu sepse ata i kam për krasit më të fortë. Natyrisht e kam edhe bashortin i cili më për krah, mirë po prap edhe vllazënit janë ata cilët janë çdo herë krap kur më duhen. Atëherë i thras edhe ata në telefon. Dashuria për Erminën e përmend e bashkëshortin, në fakt. Po, ja i kam bashortin i cili me të vërtetë më mbështet, është shqiptar, vjen prej Zllakoçanit, fshatit Kosovës, i cili çdo herë ka mirë kuptim për punën time, për kontributin tim, aktivitetet e mia, edhe asnjëherë s'kam pas pengesë, jemi të barabartë mes veti. Ku jeni taku, Ermina? Në Zagreb. Zagreb? Po. Ka qenë dashurinë shikim të parë, apo? Po, me kohë, prej shoqënisë vjen edhe dashuria, kështu që... Do mos njerës si shok? Njerë si shok, po, masane me kohë jemi bo. E ke pasi natin fillim ajo, se dashurit lindin kështu që thojnë? S'muj me thonë që e kam pas, mu ka duk simpatik, djali mirë, po me kohë... Qështë ta ka fitu zemrën? Me sjelljet e tij, kuptueshëm, nuk ka qenë arrogant kështu, ka qenë i butë ashtu edhe sot është asi tipi. Unë jam atë temperamente, kështu që... Vajzat po menej gratë, përgjithësi jam pak ma... Po, më varet, çdo herë gjinden 2 bota dhe masane e bëjnë një kompromis mes veti. Këto vite me bashkëshorën, sot ke edhe familje, realisht, që të ka mësu ke pjesa dashuria në përgjithësie? Ose çka e mban dashurinë? Një mesazh për gjithë ata që na shikojnë. Shumë shpesh përmeni kompromisin, kështu që edhe dashurinë e mban, kompromisi, respekti, duhet me pas respekt për njëri tjetrin, se me kohë ndryshon edhe dashuria, mirë po metet respekti, duhet mi qenë krah njëri tjetrit pa marrë parasysh në çfarë aspekti. Babai dhe nëna, çka janë për Erminën? Babai dhe nana janë gjithçka për Erminën, mirë po më vjen shumë keq që babai më ka vdekur shumë i ri
Dhe kjo është një dhimbje jetësime, edhe ajo që ka më shumë më dhem është që babai nuk i sheh sukseset e mia, por çdo herë e tham edhe publikisht e tham duke u falenderu babait, i cili ka qenë vizionar dhe ka kuptuar se si është situata në Kosovë, më ka dhënë mundësi me ardhur në Kroaci me studiu, e ti ka qenë që në ato momente në Kosovë nuk muj me arrit asgjë, vetëm me dalë prej Kosovës në studime, ka thonë, ti mundësish mund të kthehesh, po ndërkohë ka vdek dhe tash. Natyrisht se si sheh këto suksese, mirë po prapë se prapë çdo arritje e imja, çdo veprimtari e imja e kam në zemër dhe mendje babën. Është peng këgja e rënë. Kështu si jemi ullë ne, unë e di që edhe ti je ullë me babaj. Ban mendo se hapat e tu me ato fjallë që ti ka thonë gjithmonë gjatë jetës, vajza ime do është ecësh kështu, apo diçka që ka qenë frymëzim i jetës tonë. Babai im ka qenë një njeri shumë i butë, shumë i dhimbshëm, ka pas empati ndaj njerëzve që nuk kanë, të varfërve, dhe ka qenë një humanist i madh, mirë po ka qenë mbi gjitha një vizionar i madh, i cili jo vetëm për mu, por edhe për vajzat e hallave, edhe për vajzat tjera, ka qenë që gruaja apo femra, them më mirë, duhet shkollohet, bëhet e pavarur, dhe duke ju falenderu vizionit ti, mendoj se jam këtu ku jam, dhe fjala e ti më e forta që unë e maj men, edhe që shpesh e menoj është po tjetë e gjithë bota kundër teje, nëse Zoti është me ty, ti do t'ja arrin të gjithave dhe gjatë rrugtimit tim e kam pa që fjala e ti ka qenë çdo herë shumë e dobishme dhe vjen një periudhë njeri kur menon që i ka harru disa gjëra dhe më kujtohet në 2015 gjatë fushatës, në moment më kujtohet kjo fjala e babës. Edhe i thamë vllau tim të madhit, i thamë, atë kujtohet, ku na thoj, se babë si kam thonë bacë, ku na thoj ka bacë sa po tjetë e gjithë bota kundër teje, nëse Zoti është me ti, ti do të arrin. E kam thësha një ndjenje se ato më njek fjala e ti. Kjo është e bukur, fjala më e bukur në botë që ekziston për me ta thonë. Po nana? Nana është tash në një moshë, edhe nana është ajo shtylla e cila jo vetëm mu, po edhe vllaznit edhe familjen e ka majt. Nana jeton me vllaun e madh këtu në Kroaci, mirë po gjatë rrugtimit tim çdo herë nana është prezente dhe me krenari kam dëshirë që nana të jetë afër meje, barabartë dhe gjithë ju tham pak si me shaka, po edhe është realitet, thamë unë jam vajzë e mirë, pa nonën nuk shkoj askund. Dhe çdo herë me krenari e prezentoj nonën time dhe jam shumë krenare në të se edhe për nonën time ardhja e saj prej Kosovës në Kroaci ka qenë një ndryshim i madh dhe shumë shpejt është adaptu këtu. Pas vdekjes babës na është përkushtu ne 3 fëmijëve edhe çdo herë na përshtatet. Do me thonë, jo vetëm mu, po edhe vllaznëve të mi dhe është shumë e përshtatshme edhe për fëmijët e vllaznëve, si gjyshe është një gjyshe kullerk, ashtu bëjmë hajgare, sepse ata me to kanë shumë raporte të mira dhe gëzohem kur ajo i përjeton bashkë me ne sukseset tona. Si vajzë, ti si je për nanën? E ke mendu? Po, menoj si çdo vajzë e ka një dhimbje më të madhe për nanën, e ato duhet me pyet nanën time. Po. Çka i kishe thonë në këto momente në kamerë nanës? Unë e di që të përcjell edhe kam të përcjell. E di nana që unë e du dhe mund t'i them non du pa fund. Ma mirë t'i them tot du shumë, se tot e thirri. Po. Cila ka qenë krenaria më e madhe gjatë rrugtimit tënd? Këti, po më përgjithësi prej fillimit deri sot, që ti mendon? Po, edhe politik, ndoshta po edhe jashtë politikës. Jetën time ka qenë krenaria më e madhe që ja kam arrit me diplomu në fakultetin juridik, se çdo herë më kujtohet kur kam marrë në studime, e kam njohur gjuhën kroate, por nuk e kam njohur sikur tash se e njoh natyrisht.
edhe e di në fillimet e studimeve derisa më kanë pranuar në shoqëri, pastaj jam ambientu. Tjetër kam pas suksese tjera, për shembull kam punu në ujësjellës dhe pas një periudhe prej 3 kandidatëve unë zgjidhem për drejtoresh për shërbime publike kadrovike aty ku punojsha, edhe pse isha huja shqiptare, mirë po i plotësojsha unë kushtet dhe kam qenë atë pjesën e drejtorëve dhe ajo që është interesant edhe aty kam qenë femra e parë që më kanë zgjedhur aty, edhe kam qenë e huja. Po më unë jam shtetase kroate, po kanë qenë edhe 2 kolegë cilë kanë kandidu për drejtor aty që zgjidhen. Tjetër është, e para jam në shoqatat e shqiptarëve që jam zgjedhur edhe si kryetare, si femën. Se gjithë ishin mashqe edhe më kujtohen në bashkësinë e Rijekës, kur më vishin aty 30 veta krejt burra. Po, edhe u duka une me ta me diskutu disa gjona, kështu që me të vërtet ka shumë suksese. E para u zgjedha edhe si deputete, jo vetëm si shqiptarja e parë që jam, po edhe si femna e parë, do me thonë. Ta bëj një pyetje, përgjithësisht më sinqerisht, është më vështirë t'ja mbushësh trunin ose mendjen burrave apo grave, që ti ke pas në të dyat? Ka marrë në përfundim, se me burrat mirë është vesh ma mirë, se sa me gratë. Gratë janë ma të komplikume, po. Burrat janë ma programatik, po. Mirë që e the. E thash me zorë, po u thash me dhanë. Irina, do mënë qka bitë gjitha, qka mësën kjo pjesa e Kroacisë, ke mendu në erë mu këthy në vendlindje? Po, dëshira gjithmonë është prej viteve të 19 mu këthy në vendlindje, po nëse e shot vetën dobishme edhe në vendlindjen time, pse mos mu këthy, po. E ke mendu në më? Po e kom mendu. E mendon si deputet atje, jo? Po, ende se kom mendu edhe pse disa miq ma kanë propozu, mirë po, mendoj që ende së është koha, po mënoj nejse edhe mosha ma sa ne e bën vetën, po për këtë mandat jo, se kom mendu. Të ardhme nuk i dihet, nështë do ta mendoj. Peloj tapën, mirë po, prapë po tham, drejtimin tim e kom këtu, po nëse e shoh veten në Kosovë si diçka që muj me dha një kontribut me punën time, pse jo? Një mesazh për gjithë shqiptarët që po na shikojnë. Mesazhi është që shqiptarët pa marrë parasysh ku t'jenë sa më unik, të rive t'ju japin sa më shumë shans që ta njohin vendin dhe kulturën e tyre dhe t'ju mundsojnë të rive që të futen nëpër institucionet e vendeve ku gjenden dhe të bëhen një forcë politike në atë shoqëri ku gjenden, që nëpërmjet shoqërisë ku gjenden ata t'i ndihmojnë vendit tyre Kosovës. Cila do ishte mesazhi që do thuaje vetes nëse do ishe sot 20 vjeçare? Se kom menu këtë mesazh. 20 vjeçare. Ose çka i kishe thonë mbi këtë rrugtim? Kur kam ardhur në studime këtu, i kam pas thonë vetës që çdo herë do të kontribuoj për popullin shqiptar, sepse i takoj një gjenerate ku kemi pas probleme me regjimin serb dhe çdo herë më kujtohet në shkollë si na njekshin, po më na njekshin atë aspekt që i kishin policinë aty para shkollës, milicin si i kanë thënë atëherë. Dhe gjithmonë e kam pas para vetës ato që Kosovës i duhet një çlirim, edhe pse s'kam qenë fizikisht në luftë, po prapë do t'i ndihmoja sikur deri më tani gjatë mandateve të mia, po shqiptarëve, po. Ke mendu ndonjëherë më u largu? Po menoj prej... Po, kur të mjedhnojnë ndonjëherë shqiptarët, menoj mu largu, masanej një 3 veta më thirrin në telefon, më thonë, kam nevojë këto, kam nevojë ato, dhe harroj me njëherë. Ke dështu në herë? Shumë rrallë. Shumë rrallë? Shumë rrallë kam dështu, po. E mirë, kjo, masi ke dështu shumë rrallë. Përgjithësi, po flasjome? Përgjithësi, shumë rrallë, po. Shumë rrallë, po.
Femina, mu në fakt vjen mirë që na hapet dyert e vendit e huaj, po ashtu vendit tënd, të cilën ti këtu të ka jap kulturën, kuptimin e fjalës për shkak se ke studiu. Faleminderit shqiptarët që ke jap shumë mundësie edhe këtu, po edhe jashta, se unë e di që kontribuon edhe jashta vendit. Kështu faleminderit shumë prej teje, edhe po besoj që shihemi hera tjera. Faleminderit që keni ardhur, mas pari keni gjetur edhe ju kohë se është e mundimshme të vini deri në Kroaci. Dhe shpresoj se do të shihemi, besoj se intervistën e radhës e bëjmë edhe në Kosovë, kur të vinë vizita kështu. Patjetër. Kështu që jeni të mirë se ardhën dhe shpresoj se shpejt do të vini prapë si mysafir, do ta keni një ftesë zyrtare këtë. Faleminderit, na patjetër që i thojmë po, çdo ftesë tonë. Faleminderit. Je bëj pasën ajo? Pyetja. Jo, si jam bë. Jo. Do vani jo. Jo, e pasur jam të shpirt, kështu nuk jam. Kjo e bukur. Po. Pra shikus dashur, prej meje Guxon Shalës, po ashtu prej Erminës, faleminderit që na përcoll, besoj që kemi sjell një bisedë bukur, të këndshme, pak politik, pak jetë, edhe pak zhvillim, kështu. Dhe javën tjetër, unë gjithmonë thëmë mesni me Zotin, bëni hapa me Zotin, sepse edhe gjatë bisedës Ermina tha që gjithmonë bëhen kundër, por kur e ke Zotin dhe i drejt, do ecësh gjithmonë. Faleminderit shumë edhe sponsorëve, sepse pa ta nuk kishim mujt me arë këto, ose me realizu këtë emision që jemi duke bërë në gjithë Evropën, Retaka, Rito dhe Therapy.com. Dhe javën tjetër, qëndroni me neve, klikoni, se që ato na duhen njëve.